Kjo është një ditar të cilin mamaja ime e mori kur erdhi këtu në Shqipëri, se ka ardhur shumë e re dhe ishte vetëm fare, kuptohet. Në cilat vite bëhet fjalë? 62-63, ajo erdhi vetëm, sepse kuptohet, u martua në Bullgari, unë linda dhe erdhe me një herë, dhe qeshte sepse si ka qenë aeroporti, kush ishte aeroporti? Që ndaloi aeroplani. Fillimisht kishin ardhur me një aeroplan kështu ushtarak, dhe kur ndaloi aeroplani, ku është tani Universiteti i Fiskulturës, ke parasysh, po kushi që është, ishte një fushë e madhe dhe tha mami kishte lop, pula, gjela dhe një burrë që ishte ulur në një karike, në një barake me teneqe. Kjo ishte panorama e parë. Kjo ishte panorama e parë, aeroportit të Rinasit. Ndërsa aeroporti Sofjes është shumë i vjetër, është historik domethënë, që në kohën e carit, shumë i vjetër. Edhe kur mami im zbrit, domethënë kjo ishte panorama që ajo mbanon dhe që që ajo e pa. Megjithatë, dashuria është mbi gjithçka, bën çuditëra. Ajo baba ime kishte përgatitur një çik sepse ishte ai ideja që jeni afër Italisë, e kështu megjithatë. Kishte një imazh tjetër kishte krijuar. Megjithatë, jo, babi im kishte bërë të qartë që jemi shumë larg Italisë, nuk jemi fare pranë. Edhe kështu që kur erdhi mirë, po kjo panorama e parë kishte tronditur një çik. Më pas jeta që bëri këtu, përshtypja u ambientua, u përshtat me jetën në Shqipëri. U ambientua shumë.